Ve hükümet başkanları Të nderuar kryer shtetesh dhe qeverisht, të nderuar pjesëmarrës, ju përshëndes me respekt personalisht dhe në emër të vendit tim. Jam shumë i kënaqur që gjendem sot këtu sërish me ju me rastin e samitit të 6 të Komunitetit Politik Evropian. Do doja të falenderoja kryeministrin e Shqipërisë, mikun tim të dashur Edi Rama dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për organizimin e këtij samiti. Jemi mbledhur bashkë të diskutojmë një vizion të ri që do të ripërcaktoj kontinentin ton. Tashmë më shumë se kurrë është e rëndësishme që ne të veprojmë të bashkuar me bazën e bashkëpunimit dhe të orientuar nga fryma e veprimit përbashkët. Për të tejkaluar krizën e besimit në arenën ndërkombëtare, është e nevojshme që të krijohet një arkitekturë drejtë dhe gjithëpërfshirëse globale qeverisjes. Ky transformim, i cili do të bazohet në parimet e pandashmërisë, sigurisë e një ndarje më të barabartë të prosperitetit, duhet pikë së pari të nisë në shtëpinë tonë, në kontinentin evropian. Ka një potencial të jashtëzakonshëm për bashkëpunim në fusha si industria e mbrojtjes, energjia, korridoret e transportit dhe ndërlidhja të ngjyrët e furnizimit, tregjet digjitale dhe lëndët minerale kritike. Janë shumë fusha pra ku ne mund të bashkëpunojmë. Në këto kohë kritike, kur diskutojmë të ardhmen e sigurisë evropiane, përpjekjet e Bashkimit Evropian për të zhvilluar industrinë e saj të mbrojtjes janë vërtet të dobishme. Ne besojmë po kështu që këto përpjekje duhet të përfshinë edhe aleat që nuk janë antarë të Bashkimit Evropian në mënyrë të tillë që të mos ndikojë apo të kryejë rolin thelbësor të NATO-s. Në fakt, me këtë lloj ideje do të ishte në interes më të mirë të sigurisë evropiane. Shumë luftra e konflikte në të shkuarën e Europë na kanë treguar se për çështje jetike si mbrojtja dhe siguria, nëse përçahemi, bëhemi më të dobët, e në qoftë se bëhemi bashkë, bëhemi më të fortë. Miq të shquar, ndërkohë që marrim në konsiderat ardhmen tonë të përbashkët, duhet padyshim të konsultohemi për hapat që garantojnë sigurinë tonë ekonomike. Turqia ka një madhësi ekonomike prej 1.3 trilion dollarësh amerikan, një popullsi dinamike të re prej më shumë se 85 milionësh, një industri konkurruese dhe një qasje drejt për drejt në tregjet ndaja konsumi. Përditësimi i bashkimit doganor me Bashkimin Evropian do të kontribuojë për sigurinë e zinxhirëve të furnizimit. Kjo është ajo çfarë besojmë po kështu që ky hap do të shtrojë rrugën për mundësitë përbashkëta prodhimi dhe investimesh në sektor kritik, siç janë ato të automotiv, farmaceutik dhe në industrinë e mbrojtjes. Praktikat e vizave, si ajo e Schengenit, që kufizojnë lëvizshmërinë e njerëzve tanë për rrjedhoj të madhrave, shërbimeve e kapitalit, duhet të rishikohen me investimet tona gjatë viteve të fundit dhe marrëveshjet e arritura në fushën e gazit, po i afrohemi gjithmonë më tepër objektivit ton për ta shndruar vendin ton në një qendër të rëndësishme energjetike për gjeografinë e rajonit. Si një vend me infrastrukturën më të zhvilluar energjetike në rajon, Turqia luan një rol të rëndësishëm në Europë në proceset e transformimit të energjisë. Hapat që kemi ndërmarrë në fushën e energjisë ripërtëritshme ofrojnë mundësi jo vetëm për vendin tonë, Turqinë, por edhe për të gjithë rajonin. E gjendur në zemër të korridoreve shumë palshe të transportit, Turqia jep një kontribut domethënës për ruajtjen të pandërprerë të zinxhirëve të furnizimit të Evropës. Miq të shquar, jemi
në një moment kritik që armët të heshtin dhe paqja të vendoset në Ukrainë. Sot, ashtu si në të shkuarën, gjithë secili po kontribuon me përpjekje drejt një zgjidhjeje për të arritur si përparësi armëpushimin gjithëpërfshirës. Për shkak të ndjeshmërisë së procesit, inkurajimi i palëve pa ju imponuar asgjë është shumë e rëndësishme sa i takon arritjes së një paqeje të drejtë e që zgjat. Unë kam filluar takime më vete me presidentin Trump, presidentin Putin dhe presidentin Zelenski, me presidentin Macron, kryeministren Meloni. Presidenti Zelenski ishte dje në Ankara. Pas takimit me të, vendosi të nisë bisedime teknike për herë të parë qysh prej marsit 2022. Një dritare shumë e rëndësishme mundësie është çelur për të ndalur gjakderdhjen. Ne besojmë që kjo mundësi nuk duhet humbur. Rusia, Ukraina, Turqia tashmë po zhvillojnë bisedime në Stamboll, drejtuar nga Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë. Në këtë fazë, diyalog kanallarının açık tutulması için buradaki mbështetemi tek të gjithë partnerët tanë për të mbajtur të hapura kanalet e dialogut. Ashtu siç e kam thënë gjithmonë, nuk ka humbës në një paqe të drejtë. Turqia do të vazhdojë të bëjë pjesën e saj në këtë proces. Të shquar krerë shtetesh dhe qeverish, Gaza ka përjetuar një katastrofë të pashembull humanitare gjatë këtyre 20 muajve. Çdo ditë, dhjetra të pafajshëm, kryesisht fëmijë e gra, masakrohen. Duhet t'i themi ndal kësaj, t'i themi mjaft kësaj. Qëndrimi i pa kompromis, agresiv dhe arrogant i Netanyahut rrezikon jo vetëm Gazën, por të gjithë rajonin tonë dhe njerëzit e besimeve të ndryshme që jetojnë aty. Ne presim që Europa të shfaq interesin e aspiratën e duhur për vendosjen e armëpushimit në Gazë. Më shumë se sa 2 milion njerëz po vuajnë urinë në Gazë dhe komuniteti ndërkombëtar nuk ka ndërmarr asnjë veprim në këtë drejtim. Duhet pra nuk kemi asnjë veprim për të arritur një dinjitet njerëzor, përveç një armëpushimi të përhershëm, duhet edhe të mobilizojmë mjetet për të garantuar dhënien e ndihmave dhe për ta bërë Gazën të jetueshme sërish. Objektivi unë kryesor duhet jetë zbatimi i zgjidhjes me 2 shtete që duhet përbëjë të vetmen zgjidhjet qëndrueshme. Me përfundimin e një konflikti kaq të gjatë në Siri, një kapitull i ri e shpresë plot është çelur. Deklarata e presidentit Trump që SBA-ja do të heqë sanksionet ndaj Sirisë është një hap mjaft i vlefshëm, ndërmarr që Siria të ecë përpara sa më shpejt jetë e mundur. Me këtë vendim, presidenti Trump ka treguar edhe një herë se sa rëndësi i kushton stabilitetit dhe zhvillimit rajonal. Shpresojmë që ky vendim do të shërbejë si shembull për vende të tjera. Presim që sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian kundër ish regjimit të hiqen menjëherë e që të ofrohet mbështetje financiare për aktivitetet e rindërtimit të vendit. Kjo mbështetje do të ketë po ashtu një efekt përshpejtues për kthimin vullnetar, dinjitoz e të sigurt të sirianëve që gjenden jashtë vendit. Të shquar krerë shtetesh e qeverish. Mjedisi aktual ku pasigurit po rriten na detyron që të bëhemi bashkë për gjetur zgjidhjet përbashkëta. Unë besoj sinqerisht se kur garantojmë solidaritet, mirëpërdorim të burimeve tona, bashkëpunim të sinqert, nuk do të ketë asnjë kërcënim as sfidë që nuk do të mundemi ta tejkalojmë si kontinent. Duke pasur këto parasysh, shpresoj që
Takimi ynë do të jetë i dobishëm për një Europë të sigurt, të begat e të qëndrueshme dhe ju uroj gjithë mirat me gjithë respektin tim.